Kombëtarja shqiptare U21 do të luajë më datë 8 qershor një miqësore ndaj Italisë U21. Në teori, pasi në praktik, do të jetë një lojë Italie U21B. Ekipi me të cilin do të përballet skuadra e Bushit nuk do të përbëhet nga zgjedhjet e para të përfaqësueses U21 të Italisë, pasi ata do të luajnë të grumbulluar me përfaqësuesen A të Italisë ndaj Greqisë dhe Luksemburgut, sipas vendimit të trajnerit Silvio Baldini. Ndaj përmiqësore ndaj kuqezinjve, ekipi i është besuar trajnerit të U20, Carmine Nunziata, i cili ka zgjedhur më shumë të rinj apo alternativa ndaj emrave të zakonshëm të U21. Kjo do të thotë se shumë janë lojtarë të akademive, apo luajnë në serinë B e C. Mes tyre ka edhe një shqiptar. Cristian Cama, mbrojtësi i Romës, ka origjinë shqiptare, po ka zgjedhur që të përfaqësojë Italinë, me të cilën luan prej vitesh në të gjithë përfaqësueset e moshave. Brian Gruda nuk u preferua nga përfaqësuesja e Gjermanisë për botërorin 2026. Te kombëtarja e Shqipërisë ndërkohë, dera mbetet e hapur, dhe kjo është konfirmuar nga trajneri Alban Bushi. Tekniku i Shqipërisë U21 u shpreh sot në konferencë për shtyp. Me sa di, kemi kohë që e kemi kontaktuar. Ka 3-4 vjet që drejtoria teknike ka pasur kontakte të vazhdueshme. E kam thënë dhe herë të tjera që nëse nuk do të jetë pjesë e Gjermanisë, opsioni i parë do të jetë Shqipëria. Është një lojtar me shumë potencial për sa i përket cilësive që ai ka. Ka cilësi që nuk është se i kanë shumë te ekipi ynë kombëtar, sidomos me skemën që luan Silvinho, 4-3-3 ose 4-2-3-1, është shumë i përshtatshëm. Por me një skem siç luan kombëtarja U21, do ta kishin të vështirë se ku mund të bënte pjesë, sepse luajnë pa një sulmues ansor. Bushi konfirmoi kështu se kuqezintët nuk kanë hequr dorë, përsa kohë Gruda gëzon të drejtën që të përfaqësojë Shqipërinë. Sulmuesi i Brighton u shfaq së fundmi në Shkodër, ku ndodhej përpushime. Në rast se ftesa nga Gjermania do mungojë sërish në vazhdim, ekziston mundësia që 21 vjeçari të ndryshojë mendje. Fakti është se Bushi nuk e shikon të përshtatshëm aktualisht për formacionin e ekipit të tij. Kombëtarja shqiptare po hyn në një fazë të re të historisë së saj me një ndryshim të rëndësishëm në drejtimin teknik, pas një periudhe që solli një nga sukseset më të mëdha të viteve të fundit të kualifikimin historik në Euro 2024 dhe play-offin e Kupës së Botës, braziliani Silvinho i ka lënë vendin italianit Rolando Maran. Ky ndryshim nuk përfaqëson thjesht një rotacion histori, por një kalim mes dy filozofive të ndryshme futbolli, dhe një stil modern ofensiv dhe i bazuar në mbajtjen e topit në drejtimin e Silvinhos. Shqipëria pritet të bëhet një skuadër më pragmatiste tipike e futbollit italian me një trajner si Maran, që të gjithë karrierën e tij e ka bazuar në Itali. Silvinho mbërriti në drejtimin e kombëtarëve shqiptare në vitin 2023 fillimisht me shumë pikpyetje, por shumë shpejt u shndrua në një nga projektet më të suksesshme të dekadave të fundit për kuqezinjt. Si ish lojtar me një karrierë elitare te klube si Arsenal, Barcelona dhe Manchester City, ku fitoi dhe Champions League, ai solli në pankinë një filozofi të ndikuar qartë në emra si Pep Guardiola dhe Roberto Mancini, gjë të cilën e ka pranuar shpeshherë dhe vetë në intervista të ndryshme. Gjatë drejtimit të tij Shqipëria u transformua në një skuadër më moderne dhe më e organizuar në lojën me top. Posedimi u bë më i strukturuar, pressingu më agresiv, ndërtimi i aksioneve nisi nga mbrojtja dhe u rrit ndjeshëm besimi të lojtarët. Ky evolucion u kurorëzua me kualifikimin historik në Euro 2024, duke e kthyer Shqipërinë në një skuadër që nuk konsiderohej më vetëm e vështirë për të mundur, por një ekip që mund të konkuronte realisht në nivel evropian. Në total, Silvinho ka regjistruar 89 ndeshje në karrierën e tij si trajner, me 35 fitore, 25 barazime dhe 29 humbje, duke arritur një mesatare prej 1.46 pikësh për ndeshje. Në drejtimin e Shqipërisë kjo shifër është më e lartë, rreth 1.53 pikë për ndeshje, çka tregon qartë rritjen e performancës së skuadrës gjatë periudhës së tij. Megjithatë, mungesa e kualifikimit në botror dhe disa luhatje në ndeshjet vendimtare e shënuan dhe fundin e këtij cikli me palët që morën drejtime të ndryshme. Në anën tjetër, Rolando Maran vjen si një figurë krejtësisht e ndryshme në filozofi dhe qasje, i arritur në shkollën italiane të futbollit dhe me një karrierë të gjatë në Serie A dhe në Serie B, ku ka trajtuar klube si Chievo, Cagliari, Genoa, Brescia dhe Catania. Ai njihet si trajner i disiplinës dhe organizimit taktik më shumë se sa i spektaklit. Maran nuk identifikohet me futbollin e hapur të ofensiv në kuptimin modern, por në Itali e cilësojnë si mjeshtër të taktikës dhe natyrisht si trajner italian, mbrojtja do të ketë prioritet,
Formacioni i tij preferuar 4-3-1-2 është një skemë klasike italiane që kërkon sigurinë në mbrojtje dhe sakrificë në mesfush, teksa sulmi shpeshherë lë për të dëshiruar dhe kjo shihet në statistikat që skuadrat e tij kanë pasur në përgjithësi. Në karrierën e tij Maran ka drejtuar mbi 742 ndeshje me 245 fitore, 215 barazime dhe 282 humbje, duke regjistruar një masatare prej 1.28 pikash për ndeshje. Këto shifra reflektojnë një trajner me eksperiencë, por me rezultate jo në favorin e tij, u bie në sy fakti se gjatë karrierës ka përjetuar më shumë humbje se sa fitore. Ndryshe nga trajnerët e tjerë italianë që fokusohen te mbrojtja dhe nuk pësojnë, skuadrat e Maranit në 742 ndeshje kanë shënuar 865 gola dhe kanë pësuar më shumë se sa kanë shënuar. Në total 945 gola janë shënuar kundër skuadrave të trajtuara nga Maran me një mesatare prej më shumë se një goli për ndeshje. Në Shqipëri pritshmëritë ndaj tij janë të qarta dhe pritet stabilizim dhe konsolidim i shpejtë dhe ndoshta Liga e Kombeve do ta ndihmojë për të pasur mundësi që të synojë më pas kualifikimin për në Europian.